Kilogram shpesa me shkue dhe 5-6 herë. Mjerat atjerë që jetojnë vesh për i pensionit. Shumë vështirë kanë. Por ata që kemi zgjedh ne për të udhëhequr shtetin, ata duhet të dinë. Çmimet janë shku në qiell. Edhe s'di këta pronarë tonë, qysh po kanë ftyrë me ngrit ato çmimet të në qiell. Kuptohet se ata dalin për me përfitua diçka, po një përfitim të arsyeshëm. E jo për shembull 1 kilogram domate më shku 2,50 €, ose 1 kilogram shpesa me shku dhe 5-6 herë, kjo s'është e arsyeshme. Në krahasim me buxhetin që kanë familjet tona e diçka. A menojnë ata për buxhetin e familjeve tona. Mirë po, une kisha kërkue që organet kompetente, inspeksionet të shkojnë edhe kudo, edhe në minimarkete, po edhe në treg, kudo që i shohin që i kanë bërë çmimet e paarsyeshme, aty në me jadhon dënimet meritore. Merrni edhe këshirni Maqedoninë, 4.000 artikuj i kanë bloku mes me shtrajtu as me asaj. E këtu halasta nuk kanë fillu. Vesh për shtrajtojnë se më liru keq. Ja dam se kom dhimat edhe të fëmijëve, ja dal, po mjerat atjerë që jetojnë vesh për i pensionit. Shumë vështirë kanë. Ne nuk kemi monedhë tonën me të cilën do ta balanconim inflacionin. Jemi shtet i ri, ende pa përvojë, ende si kemi konsoliduar të gjitha ato që i duan i shteti. Por ata që kemi zgjedh ne për të udhëhequr shtetin, ata duhet të dinë se jo të dy duart duhet t'i mbajnë në xhepat tonë. Ata një dorë do ta kenë të lirë që të bëjnë një buxhet të vetëqëndrueshëm, një buxhet ekstenziv, një buxhet vetëpërmbushës në mënyrë që mos të varet vetëm nga konsumatori. Kjo ngritje e buxhetit nuk e përcjell ngritjen e inflacionit. Domethënë është më e ulët se inflacioni, që do të thotë se ne nuk kemi të zot si qytetar konsumator taksapagues, t'ja bëjmë as kujt me gjesht, t'ja bëjmë qeverisë, as një legislaturë qeveritare, t'ja bëjmë me gjesht se ne duam kështu.